Shikues të dashur, sot jemi në një vend tjetër, jemi në Belsh të Shqipërisë e këtu do e bëjmë një intervistë me pronarin e agroturizëm Paja, Gzim Paja, i cili do na shoqërojë nëpër disa vende të ndryshme dhe do na tregojë më shumë se si mund të jetë një eksperiencë e plotë e një dite në agroturizëm Paja. Qëndrojmë me ne deri në fund të këtij emisioni. Shikues të dashur, si që tregova pak më herët, do e kemi një bisedë bashkë me Gzim Paja, i cili është edhe kryefamiljar, por gjithashtu edhe ka biznesin agroturizmin Paja këtu, në Belsh, në Shqipëri. Është nëzit shumë e madhe të jemi këtu dhe të fillojmë ndoshta këtë bisedë që nga fabrika që do na tregoj fillimisht Gzimi. Gzim, faleminderit shumë që na prite këtu. Është kënaqësi e madhe që të jemi këtu bashkë me ju dhe të shijojmë ndoshta edhe atmosferën e mrekullueshme që po ndodh tani tek agroturizmi Paja. Atëherë faleminderit dhe mirë se erdhët në Belsh dhe mirë se erdhët në agroturizëm Paja. Kënaqësi për mua që t'ju pres edhe një televizion kaq i madhërisëm për Kosovën, që ka dëshirë të vinë dhe në Shqipëri, por në Belsh dhe në agroturizmin tim, që ne të transmetojmë se çfarë bëjmë çdo ditë, çfarë u shërbejmë klientëve, çfarë afrojmë për fermerët e zonës, por në fund të fundit edhe për familjen tonë. Kështu që le të afrohemi afër, këtu jemi në ambientet e fabrikës së përpunimit të vajit ullirit. Ne kemi rreth 15 vite që punojmë me fabrikën e përpunimit, por fabrika lindi si ide për përpunimin sepse ne në radhë parë jemi fermer, edhe unë zotëroj një fermë prej 2100 rënjësh ulli, edhe gjatë procesit ose gjatë zhvillimit të biznesit tim që emërohet Paula SHPK, në emrin tregtar, por në emrin rreth 13 vitesh që operoj dhe si agroturizëm Paja, që klientët, konsumatorët e restorantit, por dhe të vajit ullirit më njohin si agroturizëm Paja. Kjo është një proces shumë i thjeshtë, ju thash që prej 15 vitesh dhe nëse doni mund t'ja ilustrojmë se si vazhdon kjo si proces, thjesht teorikisht, sepse ne jemi jashtë sezoni në këtë momente. Kjo fabrik... Sa marrë përpunimi i vajit? Atëherë, jo do t'ja them dhe si proces dhe njëkohësisht në fund del dhe procesi dhe sa kohë duhet. Në moment që vjen ulliri dhe kushtet e përpunimit të një ulliri të freskët dhe për një vaj ekstra të virgjër, është që brenda 24 orëve ai duhet të vilet në arë dhe duhet të transportohet direkt edhe në fabrikën e përpunimit. Ku ne me kapacitetin që kemi me 2.5 tonë në orë, ne arrim që produkti që vjen nga ara i freskët të arrim të përpunojnë brenda 24 orëve. Kushti i parë. Pastaj, kur vjen hidhet në enën pritse këtu, kalon në një transportier, du t'ja them shprehmisht dhe teorikisht dhe si vazhdon, në pajisjen që është lartë hiqen pjesë e gjetheve ose të mbetjeve të lehta që ka udhiri nga mbledhja, nga grumullimi dhe nga transporti, kalon në një proces të dytë një larje me ujë të pastër që të hiqen mbetjet që njitën në kokër ose mbetjet të tjera. Mbas larjes atje kalon në mullirin që quhet, në mullirin lart, ku atje bluhet, siç është, edhe teknologjia është që ai bluhet bashkë me bërthamën. Pa diskutim. Dhe kalon në këto enët pritse. Këto enët pritse quhen enë përpunimi, ku këto enët rretheqark janë me ujë të ngrohtë që vijnë nga kaldaja, dhe rekomandohet që ulliri ose vaj ullirit që të dali në një ekstra i virgjër e detyrueshme, ekstra i virgjër duhet përpunohet në temperaturën në 28 gradë, që kemi një vaj ekstra të virgjër, të mirë dhe me një aciditet të ulët. Dekantri quhet zemra e fabrikës. Këtu ndahen nga brumi që vjen, ndahen lëngjet, uji, ndahet bërësia e ullirit, që ndahet veçanti, dhe ndahet vaj bruto. Vaj bruto nënkupton që ka dhe shumë mbetje të frutit të ullirit brenda. Ky vaj transmetohet dhe kalon në filtr. Ne e quajmë në emrin popullor filtr, ku kalon në pajisjen brenda dhe del një vaj, po gjithmonë duke ruajtur temperaturën 28 gradë dhe poshtë.
Por, ne kemi praktikuar dhe të bëjmë edhe me ujë të ftohtë fare, me cold press, me ujë të ftohtë, ku ruhen të gjithë vlerat e vajit të ullirit, veç se prishet pak sasia në rendiment. Por kjo justifikohet në një çmim sepse ai vaj duke ruajtur gjithë cilësinë, polifenolet, aromën, shijen, atëherë ai duhet paguhet dhe pak më shtrenjtë nga konsumatorët. Prodhimi organik është një produkt shumë i veçantë që jo të gjithë vendet e Bashkimit Evropian mund ta prodhojnë atë, por ne kemi kushtet më të mira klimaterike, sepse ne e konsiderojmë për 320 edhe ca ditë me diell. Edhe vend që jemi me nivelin e detit rreth 300 metra, edhe vaji i ullirit për tokën që kemi, për cilësinë e tokës që është kodrinore dhe kilqerore, prodhon një vaj super cilësor, ekstra premium që mund të quajmë. Kështu që prodhimi organik është një produkt i veçantë ku ne kemi filluar dhe eksportet. Momentalisht kemi eksporte kontrata për në Amerikë. Po përveç Amerikës? Amerikës, atëherë ne jemi në fazën fillestare sepse në dhjetor unë jam certifikuar dhe si fermer, por dhe si kompani. Dhe si kompani që edhe kam dalë me etiketën time, paja 100% organik, përveç vaj tjetër extra virgin që si etiket, si më e kam prej 3 vitesh. Atëherë mund të afrohemi pak. Që në vitin 2023 kemi eksportuar në Itali dhe në Greqi dhe në disa vende të Bashkimit Evropian, por momentalisht jemi fokusuar tek vaji 100% organik. Pastaj në momentin unë kam baçet verore që mbjellin disa lloj perimësh që ne do t'i vizitojmë më pastaj. Do shkojmë. Po. Dhe të tjerët pastaj në dimër ku ne nuk afrojmë, nuk kemi sera, ne bashkëpunojmë me fermerët e zonës. Pastaj u afrojmë dhe shërbimin ndaj të tretëve, se në fabrika jonë nuk punon vetëm me ullirin e fermës tonë. Punojmë dhe të tjetër, po, një hall që ne plotësojmë një zinxhir. Përveç vajit tonë, ne u blejmë, ju përpunojmë dhe u blejmë vajin fermerëve të tjerë. I blejmë dhe eksportojmë vaj. Pastaj edhe në përpunimin e rrushit, e marrim dhe përpunojmë dhe nxjerrim raki dhe në produkte tjera, por gjithmonë për shërbim familjar. Edhe verën dhe rakin për shërbim familjar. Pastaj tek restoranti do flasim në momentin tjetër. Extra i virgjër. Extra i virgjër organik, 100% organik. Këtë produkt ka falur Perëndia, kështu që ne vetëm thjesht detyrimi jonë është që të prodhojmë, të punojmë, të prodhojmë, por ky është dhe një pemë që jeton në shekuj dhe është një trashëgimi për brezat që do vinë. Por ne transmetojmë dhe një lloj kulture, sepse ulliri në Shqipëri është një pemë shekullore, njihet që rreth 500 vjet kemi dru frutor në Shqipëri, rreth 500 vjet. Dhe kjo tregon që ne duhet ta zhvillojmë këtë sektor sa më shumë. Përveç asaj duhet të shërbejmë edhe vëllezërët tanë në Kosovë, sepse jo të gjitha produktet bëhen në të gjithë krahinat e Shqipërisë dhe përreth. Tash jemi të liçeni. Po, ne jemi pranë liçenit të Seferanit, në një liçen që është rreth 100 hektar. Ky liçen është liçen karstik, është një nga 84 liçenet që ka zona Dumres. Edhe është fat i madh që në një zonë kaq të vogël të kemi 84 liçene karstik që janë natyral prej shumë vitesh. Ne në agroturizmin ton afrojmë peshkimin sportiv, që ka shumë amator ose njerëz ose qytetar që ushtrojnë profesionin e peshkimit sportiv. Afrojmë këto kushte, ku jemi këtu, kemi krijuar dhe disa vaska që në momentet e saktuara të kenë mundësi që të argëtohen që kur vinë të peshkojnë, por dhe të kapin diçka, ta shijojnë peshkimin. Përveç asaj kemi dhe sportet ujore me kajak, po ne jemi në momentet e para në pranverë tani, dhe mbas ai muaji kur të ngrohet koha,
Patjetër që ne kemi shumë vizitorë që vinë përveç drekës, vinë me fëmijët e tyre, bëjnë shëtitje në liçen me kajaket, por edhe bëjnë dhe lahen, sepse uji është shumë i pastër. Edhe mund të lahesh këtu. Patjetër, patjetër. Kjo është bashkja. Po, kjo është një nga baçet, se thamë kemi 2 baçe paralele. Kjo është si baçe, si ta quajmë, edhe edukative, por njëkohësisht ne po mbjellim nga gjithë perimet që duam, se jemi në sezonin pranveror, dhe nga gjithë perimet që kërkon restoranti, por dhe pjesën tjetër ne i bëjmë turshi, specat, patlıcanat, kungujt i bëjmë turshi. Atëre marrim bashkë me atë, po. Atëre, le ta bëjmë së bashku, sepse zakonisht duhen 2 veta që ta bëjnë këtë punë. Kuptohet që me parimin që duhet të jetë drejt, duhet të respektojmë distancat, kështu që përafërsisht ne të bëjmë një mbjellje. Po, atëre t'i bëjmë një kështu praktikisht, të mbushim pak me dhe të imët. Tu kërkon pak vaditje dhe pak ngjeshje që rranja e domates të lidhet me sipërfaqen e tokës dhe pak dhe të butë. Kështu që stafi që merret me këtë punë është praktikuar dhe ka eksperiencën e duhur që çdo bim që të mbillet të rritet edhe të kaloj fruta pastaj. Kjo është qëllimi. Faleminderit shumë. Atë faleminderit, le të kalojmë në pjesën e restorantit. Po, ne këto të gjitha i prodhojmë këtu në fermën tonë, disa lloj reçelësh, disa lloj kompostosh, sepse fundja në një zonë kodrinore që edhe prodhon disa lloj frutash. Përshim që në traditën tonë ne i bënim dhe para vitet 90, edhe gjyshet tona këto i kishin produkte në shtëpitë e tyre. Pse jo që ne të ruajmë traditën dhe pse jo mos konsumojmë produkte direkt nga fruti dhe të prodhuar në mënyrë tradicionale. Po. Përshëndetje, si jeni, a jeni lodh? Atëherë jemi në ambientet e kuzhinës, edhe kuzhinierja mund të shpjegoj se si një nga recetat që është shumë e kërkuar nga konsumatorët tanë, peshku ballgjer, një nga peshqet ballgjer, në të tillë masi që është rreth 3 kg si peshk, edhe një recet që është e preferueshme edhe nga ana ime, me perime, por edhe nëse në një kuzhinierja mund t'ju flasi dhe pak praktikisht se si bëhet. Faleminderit shumë. Ky është peshku liçen e tonë. Fillojmë me domatë. Shikues të dashur, kjo ishte eksperienca jonë tek Agroturizëm Paja, bashkë me ne Gzim Paja na tregoi gjithçka më nga afër. Ishte shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu bashkë me ju, por gjithashtu të dëgjojmë historika të bukura nga ju dhe të shohim se sa shumë mundoheni për vendin e juaj dhe për prodhimin. Ju falenderit juve që erdhët dhe na vizituat afër dhe ndoqët hapa sapi në një ditë
Diel një ditë që ne vizitohemi shumë nga qytetet e mëdha, nga Tirana, nga Elbasani, nga qytetet përreth, por dhe nga bashkëqytetarët e zonës. Sot ishte edhe një ditë feste, ku ne organizuam edhe me muzikën live, për treguar dhe traditën që ne jo vetëm dalim në restorante, po ne dhe argëtohemi në momentet caktuara, duke kërcyer, duke vallëzuar. Ju ishte dhe pjesë e një dreke dhe ju falenderojmë shumë dhe i përshëndesim gjithë popullin e Kosovës, televizionin tuaj, ju personalisht dhe mirë se të vini në Shqipëri, mirë se të vini në Belsh, mirë se të vini në Agroturizëm Paja. Ju përshëndesim të gjithëve. Faleminderit.